Assalamu alaikum wa rahmetullah. Imagjinoje, kjo është bukuria e dynjas. Val, si do t'jetë bukuria e xhenetit, ku në të ka gjëra që syri nuk i ka parë, veshi nuk ka dëgjuar për to, mendja nuk i ka shku njeriut për to. Subhanallah. E ka përgatit Zoti i gjatësisë xhenetin për robrit e tij të devotshëm, ata që e adhurojnë ata, ata që i përkushtohen atij, ata që i zbatojnë urdhrat e tij. E lutim Allahun e lartësuar që të na e mundësoj xhenetin. Thuaj amin.